Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë sonte një rrëfim të tmerrshëm. Sonte do të sjell pranë jush lotët e një nënës e cila po kërkon të kaluarën e saj. Do të thoni si e kërkon të kaluarën? Ka ndërtuar familjen, ka rritur një djalë, për një djalë të cilin ka sakrifikuar si çdo nënë shqiptare që sakrifikon për fëmijën e vet, me mendimin që një ditë kur do të rritet ai djalë, ai do t'ja shpërblej 10 fishi nënës ashtu siç e ka hakun fëmia ndaj prindërit. Por fatkeqësisht në këtë familje nuk ka ndodhur e njëjta gjë. Pas vite martesë, djali është larguar nga nëna. Dhe kjo nën ka kaq vite pa komunikuar me të birin e saj, tani kur do të dëgjoni historinë. Do me thënë është një nën e cila ka vuajtur jashtëzakonisht shumë dhe ka hequr shumë sepse ka dashur që fëmijët e saj t'i sheh të lumtur, të bekuar dhe të gëzuar. Unë jam një nën, thotë. Një nën si shumë të tjera, por me plak që nuk duken nga jashtë. Kam 15 vite që pres një telefon. 15 vite që pres zërin e djalit tim. Ishte dita më e bukur e verës, unë kështu e cilësoj, momentin kur ai u martua. Shtëpia ishte me plot njerëz, muzikë, të qeshura, unë qeshja me buzë, por zemra më dridhej. E dija që ajo ditë nuk ishte vetëm dasmë, ishte edhe ndarje fatkeqësisht. Kur erdhi momenti që i mbir pas dasmës, pas gjithë celebrimit që u bë, të ikën për në Itali, e mbaj mend i rregullova jaknën e këmishës, si që ja rregulloja kur ishte i vogël. Edhe i them në moment kujdesu për veten birë. I thash unë me zë. Ai më përqafoi jashtëzakonisht fort edhe më tha, mos u mërzit nën. Mbaje mend që do të marr shpesh në telefon, pa marr parasysh që unë iki. Dhe unë si çdo nën në këtë botë, realisht besova. Shumë e besova. Në fillim më telefononte çdo javë. Zëri i tij ma mbushte shtëpinë me jetë. I tregoja gjithçka, çfarë kisha gatuar, kush kishte ardhur për vizitë, si ishte moti, gjëra të vogla që vetëm një nënë i quan jashtëzakonisht të mëdha. Por muajt kaluan. Telefonatat u bën më të ralla, pastaj shumë të ralla, dhe një ditë fatkeqësisht ndaluan krejt. Nuk e di saktë kur filloi heshtja, vetëm e di që një mëngjes u zgjova dhe e kuptova që unë po prisja. Dhe që atëherë çdo ditë e filloj njësoj. Zgjohem herët, hap perdet, vendos telefonin pranë vetes. E pastroj me shumë kujdes, sikur të ishte diçka e shtrenjtë për mua. Ndoshta sepse për mua realisht telefoni është i shtrenjtë. Sepse nga i telefon mund të vi zëri i tim birit, i djalit tim. Sa herë që bie telefoni, zemra më re fort. Duart më dridhen, por shpesh është një numër i gabuar ose reklam ose dikush tjetër. Unë them me vete, ndoshta herën tjetër do të vazhdoj të pres, le të pres. Kanë kaluar vite, 15 vite. Flokët mu thinjën, hapat mu ngadalsuan,
Shtëpia u bë më e heshtur, por pritja realisht nuk u pla kurrë. Në ditëlindjen e tij gjithmonë gatuaj ëmbëlsirën që në fakt ai e donte kur ishte i vogël. E vendos në tryezë dhe e shikoj për pak kohë. Pastaj përshpëris: edhe këtë vit pa ty, birim. Fëqinjet shpesher më thonë: pse nuk i telefonon ti? Unë vetëm buzëqesh, sepse zemra e një nëne është kokë fort në dashuri. Unë mendoj, ndoshta është i zënë, ndoshta do të më marrë vetë, ndoshta nuk do që unë ta shqetësoj. Dhe kështu heshtë. Netët janë më të vështirat, kur bie qetësia edhe shtëpia erësohet, kujtimet na vinë një nga një. E kujtoj kur e mbaja në krah, kur i lidha këpucët për herën e parë, kur më thëriste nën me atë zërin e vogël. Nuk e di kur u rit kaq shumë, sa të haroj edhe të më telefonoj. Por një gjë e di, asnjë ditë nuk kam pushuari së dashuruari. Asnjë ditë. Dhe prap unë e pres. Çdo mëngjes, çdo mbrëmje, çdo vit, sepse shpresa e një nëne nuk shuhet lehtë. Ndoshta një ditë telefoni do të bjerë, ndoshta do ta dëgjoj: nën, jam unë. Dhe atëherë të gjitha këto vite pritje do të shkrihen në një lot gëzimi. Djali im me inicialet LB. Nëse do ta dëgjosh këtë rrëfimin, dhe nëse diku është një nën që pret zërin tënd, mos prit shumë. Telefonoje sot, sepse për një nën, një telefonat është dashuri jete dhe zemër bashk. Në fakt, kjo ishte letra e kësaj nëne, e cila me shumë emocion, me shumë mall, ka shkruar atë dhimbje që e ka në shpirt për të birin e saj, i cili fatkeqësisht, pasi që është martuar 15 vite me radh, nuk e ka telefonuar nënën e tij. Unë mendoj që gabimi më i madh që në jetë mund të bën një njeri është të largojë nënën nga shpirti, të largojë nënën nga zemra. Pa marrë parasysh që martoheni, pa marrë parasysh që bëni me fëmijë, pa marrë parasysh që ndërtoni jetrat e juaja, nëna është e shenjtë, nëna është unike, nëna është dhurata e Zotit dhe duhet ta mbash të çmuar si gjerdan, si diamant në jetë, por fatkeqësisht ka dhe raste të tilla.